Aktualisht po punohet në disa procese njëkohësisht për rikonstruksionin e rrugës Ernest Bushati pranë fabrikës së letrës në Shkodër. Tekniku i punimeve Ramadan Kadriu, duke folur për punën e kryer deri tani, thotë se janë kaluar të gjitha vështirësitë që dikton një rrugë e ngushtë si kjo me ndërtime në të dy anët ku banorët nuk kishin asnjë mundësi tjetër lëvizjeje. Sot janë ujnët e zeza, ujnët e bardha, krejt janë të kryme, edhe ujësielsi. Ndryqimi po tjetër që është bëj fillim krejt. Kështu që me thonë janë në fund. Përgjithsisht kena ecë mirë, kena fillu stabilizohen një pjesë të rrugës, vazhdojmë me borduar, pothuajse gati si me thonë afër fundit jena. Edhe mendojmë që deri gati edhe 15 do bëj gati për asfalt. Paketa, si me thonë, është e plot, pra me ndërçim me ujnët e zeza, ujnët e bardha. Projekti për ndërtimin e kësaj rruge si pjesë e programit të Bashkisë Shkodër për përmirësimin e infrastrukturës në zonat informale financohet me mbi 7.914.000 lekë të reja. Nga 3 metra 10 cm hapësirë, 2 metra 60 cm është traseja rrugës. Në këtë zonë ku dikur ngriej kompleksi ish kombinatit të drurit në Shkodër, banojnë qindra familje të ardhura nga zonat periferike të Shkodrës. Rregullimi i rrugëve ka qenë kërkesa e tyre kryesore, pasi detyroheshin të lëviznin mes gropave me balë dhe ujë, sa ndiheshin të izoluar.